Parakalojnë motocikletat ushtarake të tipit BMW që përdoren nga policia ushtarake për përcjellje. Parakalojnë automjeti i blinduar otokar i pajisur me armën 7.62 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin dhe objekteve me rëndësi të veçantë, përdoret për kryerjen e operacioneve të policisë ushtarake si dhe ato të sigurisë së rendit ushtarak. Humvee i blinduar i pajisur me armën 12.7 mm, i cili ofron mbrojtje për personelin, përdoret për kryerjen e operacioneve të ndryshme. Njohur si sistemi SAR, me kalibër të armës 12.7 mm, përmes këtij sistemi bëhet automjeti ASV Komando është 10 mm, përmes këtyre sistemeve të zjarrit direkt ofron mbrojtje për trupat, si dhe mbështetje me zjarr për trupat në operacion. Po ashtu ofron mobilitet fuqi ushtarake, si dhe mbrojtje. Automatike 120 mm. Ky sistem e rrit ndjeshëm aftësinë sulmuese të mjetit, duke bërë atë një platformë të lëvizshme dhe për mbështetje të trupave me të ushtarake që ofron infrastrukturën e komunikimit, koordinim dhe marrje vendimesh në kohë reale. I pajisur me sistemet e avancuara të komunikimit, mundëson integrimin mes njësive luftarake në terren dhe përmirëson reagimin dhe fleksibilitetin operacional. Ofron fleksibilitet në komandë dhe kontroll. Automjeti i Rain Metal Man ofron mundësi të mbartjes së ngarkesave,